Mirë mbrëma, ndërsa vazhdon akoma debati për zgjedhjet, vazhdon se kush ka fituar, kush ka vjedhur, partitë e reja, partitë e vjetra, neve duam të flasim për një temë, për atë që themeloi këtë shtet dhe na dha mundësinë që të zihemi se kush duhet të qeverisë, kush ka vjedhur, kush ka lënë. Kam këtu të ftuar zonin Evarist Beqiri. Mirëmbrëma, mirë se erdhe, Evarist. Mirëmbrëma, Dritan, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Është kënaqësia imja, ne folëm që përpara zgjedhjeve, po thash që të qetësohet pak situata dhe ndërkohë bëjmë një emision për Ismail Qemalin në këtë situatë post-zgjedhore, edhe për të bërë një diferencë midis një burri shteti dhe politikanëve të sotëm, midis dikujt që themeloi Shqipërinë dhe të tjerëve që duan të hanë Shqipërinë. Atëherë, do doja ta filloja në fakt nga mesi bisedën, sepse edhe librat e tu, njëri është themeluesi, leadershipi i Ismail Qemalit, e kapur në një këndvështrim pak të ndryshëm nga që është bërë nga biografia. Këtu është edhe botimi në anglisht i librit tuaj. Unë doja të dija, po e filloj nga mesi, pse zgjodhen austriakët Ismail Qemalin, ose çka kishte të veçantë ky burr? Shiko, unë do ta parashtroja çik ndryshe, nuk do të thoja pse zgjodhen austriakët, po do thoja pse ishte në gjendje t'ia Ismail Qemali ishte në gjendje të imponoj. Nuk po them ti zgjidhja ai austriakët, sepse austriakët patjetër që ishin aty, nuk mund të them se ishin para Ismail Qemalit në çështjen kombëtare, se është krijuar në një dhe kjo, si më thënë, nuk do ta quaja komplet gabuar si narrativ, pra që rolin e austro-hungarezëve duhet ta theksojmë, është i rëndësishëm, por nga ana tjetër nuk është se austro-hungarezët e bën Shqipërinë, se është krijuar kjo ideja sikur e mbështetur dhe nga ca, po i quaj në thonjza historianë, se nuk janë historianë, ata që shumë sipërfaqësor dhe ndonjëherë të sharlatan, që interpretojnë historinë nga i thjeshtë, sepse nuk mund të bëhesh dot me urdhër ose me ferman as të sultanit, as të perandorit austriak, as të askuj tjetër, në radhë parë posqe vullneti dhe aftësia e një kombi. Dhe pa tjetër që pastaj kërkohet dhe për kraja. Se ne kemi dhe në kohët moderne, mënyrën se si janë formuar shtetet, kemi rast në Kosovës apo raste tjera, pa tjetër që duhet për kraja ndërkombëtare. Sidomos dhe për një kombë të vogël, por edhe është e rëndësishme dhe konteksti i marrëdhënieve ndërkombëtare. Por unë nuk do të thoja që ishin austriakët ata që zgjodhen Ismail Qemalin. Përkundrazi, do të përmendja këtu vetëm një episod, se ndonjëherë neve na pëlqen mënyra se si i shikojnë të huajt, gjërat si e shikojnë Shqipërinë dhe çfarë thonë të huajt. Na pëlqen më shumë se ç'është e vërteta ndonjëherë. Dhe është një episod shumë i bukur që ka shumë fakte, dokumente historike në arkiva, kështu që kalojnë për ciptazi ose nuk na pëlqejnë t'u japim rëndësinë e duhur. Dhe mua më ka rënë rastësisht, kur merresha me shkrimin e librit, më ra rastësisht në dorë. Dhe ishte një detaj shumë i bukur. Thoma Pano, patrioti i shquar Gjirokastrit, mësues i popullit e kështu me radhë, besoj i dëgjuar të gjithë, dhe ka qenë dhe ka shërbyer në qeverinë e Vlorës. Në momentin që forcat greke, trupat greke në 1913, më saktësisht në gusht i 1913, kishin pushtuar Gjirokastrën, fshatrat përreth, gjithë krajinën po thuaj, shqiptarët nuk kishte ngjetur gjë tjetër veç se të protestonin, se aftësi ushtarake nuk kishin që luftonin, patjetër kishte edhe trupa, luftohesh në Labëri, luftohesh në Llogara, luftohesh në Kuçe, kështu me radhë. Por nga ana tjetër nuk kishim fuqinë që t'i largonim. Dhe një delegacion qeveritar i kryesuar nga ministra, por dhe nga funksionarë të lartë, duke përfshirë këtu Petro Pogën, Myfit Libohovën, që ishte ministri i jashtëm në atë periudhë, dhe zyrtarë të tjerë lartë, përfshirë këtu Eqerem Vlorën, Thoma Papanon, Rauf Fico në mos gaboj, dhe shumë personalitetet tjera janë të shkruara, sepse janë të kujtimet e Thoma Papanos. Pra kujtimet e tij të shkruara me shkrim dore, me shkrimin e tij. Dhe ai thotë kështu: në gusht të 13-s u përgati një delegacion qeveritar, pra po flasim pas konferencës Londrës, pas kthimit të Ismail Qemalit në Vlorë, dhe po vazhdonte me ato vështirësitë menaxhimi i situatës, pra i asaj krizës ishte. Dhe thotë u bëm një delegacion dhe do niseshim për një vizitë në këto kancelarit kryesore europiane. Para se të niseshim na priti Ismail Qemali, na priti në zyrën e tij, thotë, dhe na dha disa porosi, biles, se është dhe kjo çështja që mund ndalim më vonë, ishte mason, si ishte mason, se ka ca tani që duan ta bëjnë dhe mason me zor, si më thënë. Por që ju jepni porosi, ju thotë, nëse ndonjëri nga ju ka është pjesë në një llozhe masonike, i thotë,
të provokojë një mbledhje për të ndërgjegjësuar për çështjen shqiptare. Nga ana tjetër, këta ishin të pajisur me harta, me dokumenta, për t'i treguar fuqive që ja, ç'është kjo popullat, na pikpamje etnografike, kulturore, historike, kështu me radhë, është një krahi shqiptare. Grekët pretendojnë kot aty. Dhe thot, kur vajtëm në Rom, na priti De Martino, në mos gaboj, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme, dhe ai na thot siç atë stilin italian, vediamo. Dhe na përcolli thot. Shkojmë në Vjenë. Në Vjenë i pret Alfred Rapaport, që është një nga njohësit më të mirë të Ballkanit, po dhe të Shqipërisë, që fliset edhe shqip me theksin e veriut, dhe na priti shumë mirë, thot, na foli shqip. Dhe pastaj na priti dhe vet Konti Bertolt. Pra ai që themi ne ndonjëherë quhen dhe si arkitekti i Shqipërisë, pra patjetër që ka pas një rol të rëndësishëm. Por Konti Bertolt thot na pritin një takim dhe na thot na bisedë kuptohet se ata kanë siç kemi ne këtë stilin që të hedhim çik vrerë, sidomos përpara të huajve. Dhe si duket kanë folur, ai nuk e përmend se çfarë është thënë Thoma Papano, se është interesante për të kryqëzuar ndonjëherë, sepse prandaj kur shkruajmë për historinë duhet kemi kujdes, duhet të kryqëzuar shumë burime dhe duhet pasur dhe rezerva ndonjëherë, se kuptohet që kanë subjektivizma brenda dhe kujtime. Kështu që këtë njëjtin episod e pasqyron dhe Qeren Vlora, por Qeren Vlora i bie shumë shkurt edhe me atë cinizmin e tij, nuk futet në shumë detaje. Ndërsa Thoma Papano, ai bile si thotë këtë tjetrën, është me këtë tezën që sapo thatë ju që Austro-Hungaria na bërin ne. Mos ishin ata nuk bëheshin. Ndoshta kishte edhe inatin. Patjetër, dhe ishin shumë filo-austriak. Ishte edhe filo-austriak, kjo dihet. Dhe austro-hungarezët do preferonin më shumë Syria Vlorën dhe Qeren Vlorën, që ishin në krye të lëvizjes kombëtare se sa Ismail Qemali. Kjo është i fakti i mirënjohur tashmë. Por do e thoya këtë. Por këtu del edhe leadershipi i Ismail Qemali. Pikërisht, që imponua dhe nuk kishin çfarë të bënin, sepse jo se ata e preferonin. Do thoni ju pse nuk e preferonin. Nuk e preferonin sepse ai ishte një diplomat kalibri, një njerëz që nuk kontrolloi, domethënë nuk binte pre e lojrave të vogla të politikës qoftë ndërkombëtare, qoftë politikës së brendshme. Nuk e kontrollonin dot siç do donin ato. Keni parasysh që jemi në politikat postkolonialiste, pra në neokolonializmin, jemi në ato periudha. Ato e donin Shqipërinë, po e donin Shqipëri me një qeveri, po themi kukull, ta kishin në kontroll. Edhe fakti që nuk u përpoqën shumë për tërsinë e saj territoriale, domethënë pra ju duhen në kuadër të e donin thjesht një kundrapesh. Politikës së tyre kundër shtrirjes së slavëve në Mesdhe, daljes së tyre në Adriatik, pra në kuadër të politikave tyre perandorake, le të quajmë. Pra të interesit tyre dhe kjo është legjitime, nuk kanë gjë këtu për të, por nuk duhet t'i japim ne rol më shumë se ç'duhet, siç tentojmë. Si ishin tashnor. Absolutisht. Tani ai u thot kështu, Bertoldi, se këtu edhe dilja, i thot në fund thot, pasi bën bisedë, na shtoi dreke kështu me radhë, na dhain porosi thot. Dhe kjo është detaj shumë i bukur që se përmend njëri këtë. I thot e vërteta e pavarësisë duhet të dihet dhe është kjo, i thot. Iniciativa për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë ishte Ismail Qemalit. Nuk e nisëm ne, i thot. Nuk e nxitëm ne. Ai u nis vet, thot, nga Stambolli, shkoi në Bukuresht, Trieste, Durrës, Vlorë, si dihet itinerari. Pra, kjo duhet dihet, thot ai. Dhe këtë e shkruan me vërtetësi intelektuale dhe integritet shumë të madh dhe duhet vlerësuar edhe kjo, se jo të gjithë e kanë këtë. Se unë përmend, ai Qeren Vlora se përmend fare këtë, thot vetëm Austro-Hungaria në kujtimet e tij. Këto episode përshkruan që kemi qenë në një vizitë të tillë, po ta hapësh te kujtimet. Por në ana tjetër, këtë detaj të rëndësishëm, çau thot Bertoldi, Konti Bertolt vet, nuk e thot. Thoma Papano e përmend. Do thoni ju, kishte një interes Thoma Papano ta shtrëmëronte apo jo? S'besoj. Nuk besoj. Dhe kujtimet i ka shkruar. Nuk janë publikuar nuk janë të publikuara kujtimet e tij. Janë do shkrim. Jo publikuar në një libër, po them, ose në një botim. Me qartë. Atëherë, duhet thënë që rilindja shqiptare dallohet edhe për figura të qëndësishme, që aq më tepër në ditët e sotme kanë marrë vlerë. Çfarë dallonte Ismail Qemali nga gjithë këta? Shiko, Ismail Qemali, prandaj e thash në fillim që ne duhet i shohim gjërat me kujdes dhe historia nuk mund merret e shkëputur. Gjëja ne u kujtuam në fund, siç e paraqesin këto sharlatanët që kujtuan në fund se bën ministër në Turqi, erdhi këtu dhe bëri pavarësinë shpejt e shpejt. Nuk kishte punë kështu pavarësia. Se shqiptarët kishin, mund të them minimalisht, përpjekja e parë, dhe kjo duhet theksuar se nuk e thekson fare historiografia jonë. Përpjekja e parë për shkëputje nga perandoria, nuk po hyte pashalloqet se është Ali Pasha patjetër dhe Bushatllint me ato tentativat e tyre, po e lë atë periudhë pavarësisht rëndësisë që kanë këto zhvillime dhe pashalloqet kanë dhe lëvizja Ali Pashës, qoftë në pavarësinë e Greqisë, por edhe në Shqipërisë ka rolin e saj të rëndësishëm, sepse ringjallin ndezi atë zjarrin, po themi, dhe pikërisht në 1828, pa u përmbyllur
komplet revolucioni grek, ne kemi kuvendin e Beratit, kuvendin ndërkrajnor të Beratit, që nuk e përmend njeri, i organizuar pikërisht nga gjyshi Ismail Qemal, Ismail Vlora i Vjetri. E cili mori pjesë në luftën e Janinës, në mos gaboj. Patjetër, jo vetëm të Janinës ka marrë jati më tepër, Mahmud Vlora, por ai ka marrë pjesë ishte në luftimet, domethënë me trupat e tij që ishin me mira trupa, po flasim 5.000-6.000 trupa, kryesisht nga Labëria, nga kjo krajinë, ai ishte duke luftuar për perandorinë osmane kundra të grekëve. Por bën një gjë, të riqet, në mes, po flas në 1826, në vitin 1820, kur ishin të ndezura luftimet, të riqet, dhe këto janë të shkruara qoftë në dokumentat e kohës, në shtypin ndërkombëtare, kështu me radhë, janë të dokumentuara këto që po them, dhe të riqet dhe kthehet në Vlorë me gjithë trupat e tij. Dhe kjo u interpretua dhe u prit shumë keq nga turqit. Dhe sultani ka lëshuar Ferman. Në Fermanin e tij thuhet që o do vritet ose do internohet bashkë me të vllajën e tij, ishte Beqir Vlora, Selim Pash Vlora e kështu me radhë, që kanë qenë disa nga ato figurat e familjes atërshme, sepse kjo familje mizotronte në jugun e Shqipërisë, në këtë krajinën, po themi pashallgun e Beratit, Berat, Vlorë, i është quajtur Sanxhaki i Beratit. Dhe kishin forcë, se atëherë matesh me forcë, me trupat, me sa trupa mobilizohej, sa fuqi kishte ushtarake. Dhe ai të riqet, vjen në Vlorë, sepse nuk i kishin paguar as ato shpenzimet e luftës, dhe bën këtë kruvend në 1828, dhe po të shikoni dokumentat, ai thotë, ne duhet cilemi shqiptarisht, u shkruan krerëve të tjerë shqiptarë, se aty kanë qenë gjithë krerët, po themi Zenel Gjoleka dhe prisit e kohës. Pra gjithë të mëdhenjt, po themi, po kryesisht të krajinave të jugut, sepse Bushatllint, pas rënies Sali Pashës, vazhdonte Pashalluku Shkodrës me ato peripecitë e vet, po nuk u përfshin, nuk e përkrahen televizje, po themi, sepse kuptohet që ata shikonin atë shtet, ishte, si me thonë ato qytetet të shtetën, ato pikpamja të, nuk jemi të shtetit kom. Me skinitetet shqiptare. Ata shikonin, po, jo vetëm shqiptare, po ishte dhe mentaliteti, le ta quajmë, dhe i kohës, po dhe kjo, që thatë ju. Tani, Ismail Vlora i Vjetri mbledh në Berat, dhe pikërisht në nëntor, në fillim të nëntorit, në 5-8 nëntor 1828, dhe i mbledh krerët e jugut, mblidhen bashkë të gjithë krerët më të shquar të asaj periudhe, dhe ai ju thotë që ne duhet të përpiqemi dhe nuk do të luftojmë grekët, sepse do gjendemi ne në ato pozita nesër. Do të mendojmë, thotë, për vatanin ton, për Shqipërinë, thotë. Dhe kuptohet që kishte spionët e vet dhe brenda aty, dhe një prej tyre, është dhe me emër, ai i shkruar një nga ata pashallarët, po i quaj belerët e jugut të Shqipërisë. Ai i raporton sultanit dhe i thot, ai ishi pa udh, është kundra perandorisë, është kundra kësaj letrën e zhvillimit të gjithë përmbajtjes së kuvendit. Pra ai jep me detaje. Mund të thuat emrin këtij? Në Mosgaboj ka një emër që mund ta gjejmë, nuk është sekret emri, është një emër ishte në Përmeti në Mosgaboj, një nga këta të parët e asaj zone. Dhe patjetër që edhe emri ekziston, sepse është e shkruar, thotë, filani shkruaj, nxjerrin vetë turqit, vetë i kanë historianët turqë këto, kanë shkruar edhe emrin e tij. Jo, thash mos ishte një personazh i njohur. I njohur për ka qenë për atë periudhë, po jo nga këto personalitetet, po themi shqiptarët që ne i njohim, këto patriotike. Jo nga këto në këtë kategori, por një nga ato të kohës ato, me influencë në zonë. Dhe turqit ç'bëjnë? Dhe ka qenë është një pasha gjeorgjian që në atë moment sultani e dërgon me detyrë vali të Janinës, dhe ishte gjeorgjian në origjinë ky, i marrë me atë sistemin e Dervishemes, dhe kishte këtë pseudonimin Reshid Mehmet Pasha, po pseudonimin e kishte i Munduri, sepse në i betejë me rusët më vonë, humbet edhe i ngeli ky Daberhori, thonë, i Munduri, por shqiptarët ai ka masakruar në mënyrën do të thoja më mizore, sepse ka bërë 2 masakra. Përveç kësaj që po flasim, pra ai e thret në Janin Ismail Vlorën, dhe i thonë të gjithë këto krerët e jugut, i thonë mos shko se është kurth. I thotë hajde sepse ka ardhur Fermani, ju do bëni vali. Vali kuptohet guvernatori i gjithë jugut të Shqipërisë. Janina është kryeqyteti i vilajetit Janinës, po flasim. Ky shkon me ja 500 trupat vetë. Shkon atje, ai në pabesi e vret, sa mbyll dyert e kështjellës, trupat ja shpërndan sepse të shplodheshin, i thotë hajde të bëjmë ceremoni shpejt që në pabesi e vret.
E vret, kokën ja presin, domethënë është një ngjarje që la zhurmë për kohën, u ngrit në kryengritjes gjithë Vlora atëherë, vllai i tij Beqir Vlora, janë dokumentet që e përshkruajnë, mori në kontroll thot gjithë territorin e Labris, kryengritje e madhe, ikën fare turqit, dolën nga kontrolli në atë periudhë, në ato vite krajina, dhe